A e dini sa vezë duhet të konsumoni në ditë? Ja çfarë thot mjeku. Veza është një ndër produktet e cila mbart vlera të jashtëzakonshme ushqyese renditur në listën e super 10 ushqimeve dhe nuk ka mëngjes më të këndshëm se vezët, sido që të jenë të gatuara. A i keni pyetur veten se cila vezë është më e vyra dhe sa vezë është mirë të konsumoni në ditë? Rezultatet e studimit të fundit mbi dobitë shëndetësore të vezëve të pulave rezulton që 2 deri në 3 vezë është doza optimale ditore, akoma më mirë nëse këto vezë janë me omega 3, e cila konsiderohet sot në botë superveza e shëndetit të mirë. Veza me omega 3 konsiderohet si veza që mbron në zemrën dhe ushqen trurin. Truri gjendet në mbrojtjen e kolinës dhe është provuar se kolina, kjo vitamine veçantë, është materiali më i rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese.